na shtyn të veprojmë me vendosmëri për një të ardhme të pastër dhe të qartë. Duket se shfrytëzojmë dhe mundësitë që janë, siç duhet që energjia e tyre mund të shndërrohet në vështirësi apo përfitime që kanë bënë kur kemi të katërkëndshë të tilla. Dhjetori nuk është vetëm një muaj llogaridhënie, është gjithashtu një muaj mundësish. Për ata që janë të gatshëm të ecin përpara me besimin, mençuri dhe mendime të qarta. Kemi gjithashtu disa çështje që vërtet kanë qenë të vështira dhe mundësitë e arta që do vinë tani e tutje. Kemi një ndikim të ditët që kanë të bëjnë në fushën e biznesit, karrierës ose të këtij muaji. Kemi datën 5 dhjetor, kemi një hënë të plot në katërkëndshme mënyrën veriore të binjakëve, në gradën e 13 shigjetar peshk. Këtu përballemi me pyetjet nëse drejtimi që kemi marrë i shërben vërtet evolucionit ton, e kuptojnë personaliteti ynë, prioriteti dhe dëshirat tona, vinë në konflikt me rrugën që hapet para nesh, sa të sigurt jemi dhe çfarë duhet të bëjmë, si të menaxhojmë këndet dhe ndikimet e punës son, momentet që neve kemi. Ndalu për një moment, rishiko planet tua, dëgjo intuitën, por qëndro me këmbë në tokë. Është një moment vetëdije, jo veprimi. Ndikimi që ka të bëjnë në këtë muaj dhjetor, që ka shumë pesh në atë çka doni të bëni, janë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të dhjetit të dytë. Kemi të bëjmë në datën 9 dhjetor. Data 9 dhjetor, duket se Marsi në katërkëndësh me Saturnin në shigjetar peshk, do të thotë tension, zemërim, pengesa dhe energji, sepse Marsi takohet në disiplinën dhe ndryshimin e madh të fushtrimit të zemrës dhe të kohës dhe të momenteve që kanë të bëjnë. Ajo çka është dhe momenti i duhur në lidhje me disa takime, organizime dhe progres, kjo do të thotë që mjaft të rëndësishëm duket se binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të dhjetit të tretë. Kemi datën 14 dhjetor, kur Marsi në katërkëndësh me Neptunin në 29 gradë me shigjetarin në peshk, që do të thotë ndikimi që ka të bëjnë. Pra, Marsi në katërkëndësh me Neptunin është shigjetar peshk që ndikohen motiviteti dhe paqartësia, mashtrimi dhe iluzioni, çorientimi dhe lodhja dhe shumë gjëra të tjera do shmangen në pikërisht në këtë periudhë dhe pikërisht në datën 14. Duket se momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni mjaft pozitiv dhe jo vetëm kaq, por del në sipërfaqe gjërat madhore dhe çështjet më të mira. Më të ndikuar në këtë kënd janë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të dhjetit të tretë. Data 17 dhjetor, duket se dielli në katërkëndësh me Saturnin në 25 gradë shigjetar peshk. Interpretimi, sprova, detyrimi, ndjenjë përgjegjësie. Saturni vendos kufijit dhe balancat, sepse ambicjet që ka dielli na jep mundësi. Dhe si të menaxhoni këndet të tilla, qëndroni të vendosur në planet që ju keni, tregoni pjekuri në vështirësitë që do të shtyjnë drejt vetëdijes. Të prekur duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me binjakët, në lidhje me peshorët, virgjëresha, bricapët, shigjetarët, gjithashtu dhe peshqit të dhjetit të tretë. Data 20 dhjetor. Data 20 dhjetor, miqtë mi, duket se kemi një hënë të re në shigjetar, në katërkëndësh me Neptunin. Kjo do thot një gjykim i turbullt dhe lodhje, por kjo lodhje ka për t'ia vletur, sepse ka të bëjë midis ëndrrës dhe realitetit, por në fund do jetë realiteti. Ajo çka do të ndikohet në menaxhimin e këndit të tillë do thot pushoni dhe shmangni teprimet. Dita ideale për frymëzim dhe për vazhdimsi do thot punë, do thot karrierë, do thot mundësi. Dhe kjo ndikohet shumë pozitivisht shigjetarët, peshqit, binjakët, virgjëresha të fundit të dhjetit të tretë.
Mërkuri në katërkëndësh me nyjen veriore në 12 gradë shigjetar peshk, do thot interpretimi i këtij këndi, do thot keqkuptime në komunikim dhe kujdesi që duhet bëjmë sepse është një ardhme e afërt. Por çfarë mund të bëjmë në këtë aspekt? Duhet të mos këmbgulim, të kemi të drejtën të dëgjojmë të tjerët. Rishqyrtoni qëllimet dhe mënyrat e të menduarit. Ndikimi në këtë aspekt janë binjakët Virgjeresha shigjetari peshqit të dhjetëdiqit të dytë. Kemi datën 24 dhjetor, një ditë para Krishtlindjeve, ku afërdita në katërkëndësh me Neptunin në 29 gradë shigjetar peshk, ku do thot romans, por dhe shgënjime në lidhje me disa çështje që mund t'ju zbukurojnë disi, por kjo ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me role drejtuese, por ka të bëjnë dhe me pabesi. Data 24, keni kujdes, sepse paqëndrueshmëria emocionale dhe financat do të thot nga persona të ndryshëm dhe mund të mashtroheni. Kujdes, mos i idealizoni njerëzit ose marrëdhëniet, përjetoni magjin e Krishtlindjeve pa besuar në iluzione. Ndikimet që kanë të bëjnë janë shenjat e fundit të dhjetëdiqit të tretë, kryesisht shigjetarët peshqit, Virgjeresha, binjakët. Kemi datën 30 dhjetor. Mërkuri në katërkëndësh me Saturnin në 26 gradë shigjetar peshk, do thot mendimi dhe vendimi i ndryshimeve, disa lajme të rrema mund të keni, por këto janë kalimtare, sepse do të ndikojnë jashtëmase në çështjet që keni. Kjo kërkon pjekuri dhe menaxhimi i gjërave të mëdha. Qëndroni realist, punoni me një orar, por mos jeni të ashpër me veten tuaj. Ndikimet që kanë bënë shigjetar, peshk, peshore, Virgjeresh, binjak të dhjetëdiqit të tretë. Ndikimet që kanë bënë ka një kohë mbi besimin dhe mundësinë. Mërkuri, planeti i mendimit dhe i komunikimit, që formon këndet të qarta dhe në fund viti, gjashtkëndshi i Marsit me nyjen veriore na shtyn të veprojmë me vendosmëri për një të ardhme. Ajo çka do të kemi në këtë muaj janë ajo çka ne do shikojmë të hapen portat e evolucionit. Nëse e shfrytëzojmë siç duhet energjinë e tyre, mund të shndërrojmë dhe jo vetëm mund të shndërrojmë, por në vështirësitë në fitime, ide dhe veprimet dhe ëndrat, qëllimi jon. Dhjetori pra nuk është vetëm një muaj llogaridhënie, është gjithashtu një muaj mundësish për ata që din, janë të gatshëm, të ecin përpara me besimin dhe mençurinë dhe mendimin e qartë. Dhe kjo do të thotë shumë e rëndësishme. Dhe deri nga data 1 deri më datën 15, mundësitë janë të mëdha. Por ndikimet që kanë bënë, mundësitë që ju jepen dhe sugjerimi i yjeve është thuaj po një mundësie që hap një perspektivë të re dhe nëse duket e vogël, fsheh zgjerime dhe njohje të mëdha në të ardhmet të afërt. Kështu që gjërat stabilizohen, mundësohen dhe jo vetëm, sepse data 7 kemi Mërkurin në trekëndësh me Saturnin në 25 gradë në Akrep dhe 25 gradë tek Peshqit, ku do thot logjika, përgjegjësi, seriozitet. Është një ditë për nënshkrime, marrëveshje, mendime të organizuar, fjala fiton prestigj, ndërsa vendimet kanë kohëzjatje. Akrepët, Gaforia, Peshqit, Demi, Virgjeresha, Bicapit të dhjetëdiqit të tretë. Mbani shënime, pra atë që doni të ndërtoni në planin afatgjat. Një bisedë sot mund të hedhë themelet për nesër, flasim për datën 7 dhjetor. Kemi datën 11 dhjetor, janë ditët të mira që të kuptoni disi nga vështirësitë që do kemi dhe në ditët e tjera që unë sapo thash. Data 11 dhjetor, ku Mërkuri në trekëndësh me Neptunin mbas orës 10, do të thot romans, frymëzim, intuit, arrin kulmin. Mendja bëhet më krijuese dhe e ndjeshme, ndërsa imagjinata ndihmon për të shprehur emocionet dhe butësinë frymëzimin tuaj. Dizajn artistik dhe gjërat e tjera shpirtërore janë të favorizuara. Por kush është më të favorizuar? Këtu kemi Gaforet, Akrepët, Peshqit, Demi, Virgjeresha, Bicapit dhe dhjetëdiqit të tretë. Sugjerimi yjeve, dëgjoni intuitën tuaj, ajo që mund të çojë atje ku logjika nuk guxon. Një ditë për shprehje mjaft racionale dhe dashurie.
Data 13. Data 13 dhjetor. Mërkuri në gjashtkëndësh me Plutonin. Gjë do të thotë, Mërkuri jep fuqi fjalës dhe thellësi mendimesh. Ditë ideale për kërkime, diskutime, çështjet sekrete dhe ndikime të tjera që mund të keni, sepse periudha që ndodhin fenomenet edhe momenti që juve keni është koha dhe marrja e vendimeve të rëndësishme në ditët të vështira që thash, po kemi edhe ditë të mira në kohë të caktuar. Dhe kjo bën që të ndiheni mirë me veten tuaj, të ndiheni mirë me atë çka doni të kaloni. Ajo që do të keni dhe ndryshimit i datës 13, ku bindja të mendurit strategjik japin forcën dhe efektivitetin. Favorizimi janë binjakët, peshorja, ujori, dashi, luani, shigjetari të dhjetëçit parë. Flisni me besim dhe vendosmëri. Një sekret mund të zbulohet në dobin tuaj, ose mundësi mund të shfaqet nga aty ku nuk e prisni. Është një mundësi mjaft e mirë dhe një çështje që lidhet në ndikimet që kanë bërë dhe momentet më të arta që keni. Dhe kjo do të thotë ndikim, kjo do të thotë mundësi. Data 31 dhjetor, ku është dita e fundit e vitit 2025. Një ditë ku shumë e rëndësishme, ku janë mundësit dhe çështjet e rëndësishme që përgatitemi për 2026, por çfarë ndodh në këtë aspekt për datën 31 dhjetor. Marsi në gjashtkëndësh me nyjen veriore, 12 gradë në Bricjap dhe 12 gradë tek Peshqit. Viti mbyllet me vendosmëri dhe perspektivë. Marsi bashkëpunon me nyjen e Hënës dhe hap shtigje veprimit që na sjell me afër qëllimet tona. Është një ditë veprimi, pajtimi, mbyllje të çështjeve të pazgjidhura. Kush është i favorizuar? Nuk diskutohet. Dem, Virgjeresh, Bricjap, Gafore, Akrep, Peshqit të dhjetëçit të dytë. Sugjerimi yjeve, bëni një fund dinamik të vitit, merrni një iniciativë, jepni një fund ose një fillim të ri me qëllime të qarta. Universi ju mbështet dhe ju dëgjon. Dhjetori i këtij viti sjell një periudhë energjie intensive që kërkon strategji, guxim dhe përqendrim. Pasi muaji shënon mbylljen e vitit dhe vendosin e themeleve për vitin e ardhshëm. Tranzitet dhe ngjarjet kryesore astrologjike për dhjetorin që ka të bëjnë. Këto i them sepse ka të bëjnë me çështjet dhe mundësitë në lidhje me atë tranzitet planetare, kohën që juve keni, momentet që juve keni. Prandaj i ka marrë me data që të kuptoni edhe pak sa do pak astrologji, por në anën tuaj dhe mundësitë. Kemi datën 4 dhjetor, ku hëna e plot në binjak është gjithashtu një hënë super e plot, që do të thotë se hëna do të jetë më afër tokës dhe do të duket më e madhe dhe më e ndritshme. Kjo ngjarje mund të ndikojë shumë në çështje emocionale dhe shpirtërore, duke sjell mundësi, duke sjell rëndësi në lidhje me çështjet e mëdha. Data 10 dhjetor, Neptuni kthehet në kursin e tij të duhur, sepse Neptuni e dim që është në retrograd. 11 dhjetori, Mërkuri hyn në shenjën e Shigjetarit duke ndikuar në komunikimin me ton optimist dhe mundësi të arta. Data 15 dhjetor, ku Marsi hyn në shenjën e Bricjapit duke forcuar ambicien dhe aftësitë për të vepruar në çështjet profesionale. Data 19 dhjetor, hëna e re në Shigjetar, kjo hënë e re favorizon fillime të reja dhe vendosmëri në qëllimet veçanërisht në çështjet e të mësuarit, udhëtimet dhe zhvillimet personale. 21 dhjetor, kemi solicitin diellor që shënon hyrjen e diellit në Bricjap, duke filluar sezoni i Bricjapit. 24 dhjetor, Venusi afërdita pra futet në Bricjap duke sjell lajme romantike dhe një fokus dashurie, marrëdhënie si dhe financa të rëndësishme. Trendet e përgjithshme sipas shenjës së zodiakut, ndikimet, shenjat të ndryshueshme, binjakët, Virgjeresha, Shigjetari, Peshqit, kjo periudhë mund të jetë disi e vështirë në vonesa, nervozizëm, por kur jeni nervik nuk fitoni asgjë, por do të pasni kujdes, veçanërisht në çështje profesionale, familjare, durimi juaj do vihet në provë. Shenjat fikse, Demi, Luani, Akrepi, Ujori dhe shenjat impulsive, Dashi, Gaforia, Peshore, Bricjapi do të kenë mundësi për rritje, transformimi, prioritete, diplomaci dhe këmbgulje që të jenë çelësi i sfidave të së ardhmes. Bricjapi, me hyrjen e Marsit, dielli dhe afërdita në shenjën tuaj, do të gjeni veten në qendër të vëmendjes me energji dhe fokus
të shtuar në arritje dhe qëllimet tuaja. Peshqit, intuita juaj do të jetë e mprehtë dhe dhjetori ju inkurajon në punë të brendshme. Meditimi, pushtimi, vendimi, kryesorja është ajo që është ekonomia dhe dashuria që do të lulëzoj. Gaforja, mua i fton reflektim dhe rilidhje. Nevoja tuaja emocionale dalin në pa. Dhe kjo do thotë vazhdimsi që çon në marrëdhënie më të mira ekonomike, financiare dhe dashurie. Kjo do thotë ndikime më të mëdha dhe jo vetëm. Astrologjia na mëson dhe është një udhëzues për të mbyllur çdo çështje, të mbetur pezull dhe për të futur në vitin 2026 me qartësi dhe ekuilibër. Këto ishin për sa përket hyrjes së këtij muaji, të muaji mjaft të rëndësishëm, por njëkohësisht të vetëdijshëm për problematikat që sjell muaji dhjetor dhe kujdes që neve duhet të bëjmë. Tani para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz si shikoni atje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çështjet që juve keni, për gjërat që juve dëshironi. Dhe jo vetëm kaq, po aty nuk është afishuar agenda vjetore me parashikime me 365 faqe, parashikime ditore për gjithë vitin. Çdo ditë juve pini kafen dhe lexoni parashikimin. Por si ta bëni tuajën të gjitha parashikimet ose çfarë juve dëshironi, neve mund ta merrni duke na dhënë të dhënat tek dritari e vogël që shkoni atje, e klikoni dhe më pas vendosni të dhënat e tuaja dhe duke dërguar gjithçka aty, më pas e dërgoni në emailin e shikoni aty dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit se si ta bëni tuajin agjendën vjetore me 365 parashikime. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti, jemi live. Atëherë, pa problem fare, mund të klikoni tek butoni këtu dhe duke e klikuar, duke ndjekur hap pas hapi, duke parë direkt atje dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë direkt përgjigjen. Por juve që doni që të merrni një parashikim momental dhe të merrni një përgjigje, atëherë YouTube-i na ka mundësuar për abonentët, për personat që abonohen për parashikimet momentale. Kemi membership, ja ku e keni. E shikoni, kur hapni Astrologu Jorgo Pulla, do të shikoni diku ku lexon membership. Klikojeni atë membership dhe shikoni se si mund të merrni parashikime, por ajo është personale, private, jo live. Nuk është një mesazh. Bëni një pyetje për shembull. E merrni me voice në andresën tuaj. E merrni me voice në gjëra që doni të bëni. Dhe pikërisht atje, ja shikoni ku është membership, që e lexoni besoj, dhe pastaj është duke u abonuar, provojeni një herë, ku i dihet. Edhe mund të keni, domethënë, mundësinë që juve të shikoni se si funksionojnë gjërat dhe merrni se gjërat e mira duhet të jenë të lira. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë, me 12 shenjat zodiakale. E fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Për të shenjës së dashit, duket se ka diçka mjaft të madhe për sa përket punës aktuale, për sa përket çështjeve të rëndësishme, sepse lidhet me ndryshime, lidhet me mundësitë të arta që juve keni dhe kohën që juve do ta shfrytëzoni për të mirën tuaj. Është një mundësi, është një periudhë ku çdo gjë mund të ndikohet në ekonomi, ndikohet në stabilizim. Sepse dhjetëdiçi i parë i kësaj shenje, ku duket se ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me gjëra të rëndësishme, sepse jo vetëm ka mundësi, por është për kohën që ndodhin fenomenet dhe periudha kur janë gjërat më fantastike në anën tuaj. Duke pasur parasysh
një nga mundësitë më të arta që juve keni të 10 ditësh të parë, pikërisht në këtë muaj. Do keni 2 mundësi të arta. Një takim që do bëhet pikërisht në javën e parë të këtij muaji, ku mund të keni mjaft mundësira për zgjidhur çështjet problematike ose gjëra të tjera që do të keni tani e tutje. Dhe mundësia e dytë, ku janë disa udhëtime ose bisedime, ku keni gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet nga më të mëdha që do të keni në punën tuaj në role drejtuese ose në punë të thjeshta. Dhjetëdiçi i dytë, që lidhet shumë me paranë, ekonominë të shenjës së dashit, ka pasur disa probleme shumë të mëdha dhe nuk ka pas mundësinë për të zgjidhur çështjet e tilla. Por vallë, sa është e mundur dhe si mund të ndikojë kaq shumë kjo çështje, sepse duke u lidhur me anën ekonomike dhe finansat, duke pasur parasysh sepse në ekonomi keni pasur disa debate, çështje problematike, të pazgjidhshme, por është dhe momenti, periudha që gjërat të jenë më mirë akoma, të jenë më të përshtatshme në ato që juve doni të bëni. Dhe kjo është një periudhë ku gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet fal mundësive dhe kohës suaj, sepse është pikërisht kjo kohë, është pikërisht kjo moment, është pikërisht kjo periudhë për 10 ditën e dytë që të nisin shumë gjëra në anën e tyre. Dhjetëdiçi i tretë do të thot mundësi, do të thot rëndësi në lidhje me takime, në lidhje me çështje që kanë të bëjnë për dokumentacione, mund të aplikojnë, mund të aplikojnë që të dalin të fituar në atë që ata janë mjaft zhgënjur nga persona të ndryshëm në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike, me lidhje me financat ose me persona të ndryshëm që kanë pasur shumë probleme në një kohë të shkurtër. Por gjithsesi është periudha më e mirë për të zgjidhur çështje problematike, sidomos në 15-diqin e tretë kanë një mundësi mjaft të mirë. Gjithashtu 10-diqi i tretë që është shumë indikuar në punën, për ata që nuk kanë një punë stabil ose janë në pritje për diçka të tillë, është momenti juaj më i mirë i mundshëm dhe shumë pozitiv, sepse duke pasur parasysh periudhën kur ndodhin fenomenet dhe gjërat që do të keni, tani e tutje është një mundësi mjaft e mirë dhe do ta shikoni dhe vetë, sepse gjërat do jenë në anën tuaj dhe nuk e vën dyshim, sepse kjo periudhë është periudha juaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm mbi zgjidhje të problematikave, mbi çështjet që juve keni. Por, në lidhje me anën shpirtërore të 30 diqet të shenjës së dashit, duket se disa lidhje problematike që mund keni pasur, që ka qenë me peshore të 10 diqet të parë, me gafore të 10 diqet të tretë, ko që mundësi shumë e mirë, sepse e zgjidhni do kudo juve nuk jeni një kohë që mund t'i leni pasdore, por ajo që do zëri vend dhe dashuria e artë e jetës suaj do jetë me britsjap, pa çka se ju duket e vështirë, por është mjaft surprizuese, është mjaft pozitive dhe korekte nga ana juaj, ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe tepër të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Nëse juve që dëshironi që të keni një pasardhës dhe koha mjaft e mirë dhe pozitive në lidhje me çështjet që juve keni, është pikërisht tani dhe kjo do të thotë që është periudha më e mirë e mundshme, është ana juaj 15-12 është më indikuar në këtë aspekt, por edhe koha më e mirë e mundshme për të parë se çfarë do bëni në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku shumë gjëra ndodhin në një kohë të përcaktuar, por dhe momenti i artë që ju e keni, do të thotë shenja e demit. Përsa për këtë shenjës së demit, duket se demi nga njëra anë mundohet shumë për të zgjidhur një problem nga shkuara, por kjo nuk e pengon 10 diqin e parë, sepse do lidhet me një çështje ligjore. Por kjo çështje ligjore është një moment mjaft surprizues në lidhje me çështjet e ekonomisë dhe ato ligjore. Duket se nga njëra anë
përfitimet dhe ndryshimet që kanë bëjnë tani tutje janë anën më të mirë tuaje. Në anën tjetër dhe në kohën që ndodhin fenomenet është periudha më e arta që mund tjetë dhe periudha më e mirë e ndryshimeve dhe ndikimeve që ve keni, por është një mundësi shumë e mirë tani sepse duke pasur parasysh disa ndryshime që do të keni, po këto janë ndryshime rutinë do thosha unë, të dhjetëdhjetit të dytë, sidomos sepse kanë pasur disa çështje problematike, por meqense ju e keni një çështje që nuk është e zgjidhur për momentin, por kjo nuk ka vend për të shqetësuar. Se duke pasur parasysh shumë çështje të lëna pezo që keni pasur kohë më përpara në mënyrë të pazgjidhur për 1000 arsye, por duket se tani ka ndikime, tani ka kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet ekonomike dhe në lidhje me anën tuaj, duket se puna, karriera, ndryshimi, vendimi, momenti janë gjërat më të mira dhe më të arta të qenë ndonjëherë për sa përket kohës, për sa përket çështjeve planetare dhe momente që ve keni. Në çështjet që lidhen me disa ndryshime të dhjetëdhjetit të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, sepse gjërat do të ndikojnë në dhjetëdhjetin e dytë, do të thotë me lidhje me anën ekonomike financiare, me një çështje kreditimi që ka dhjetëdhjetin e dytë, por e fiton këtë, nuk e diskutoj, unë nuk e vë dyshim të gjë, dhe kjo do lidhet shumë me biznesin. Por ju që jeni në kërkim për hapjen e një biznesi të ri, për nisma të reja, për mundësi që juve keni, për çështjet që juve doni që të rregulloni, të stabilizoni, është një moment mjaft i mirë sepse periudha që ndodhin gjërat dhe koha është në favorin tuaj, edhe pse është pak e ndikuar në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me një takim i papritur që mund të ndodhi. Takimet e papritura nuk ndodhin gjithmonë, nuk është puna se nuk ndodhin ose nuk ka diçka që nuk shkon, por unë do thosha këtë tjetrën që lidhje me një çështje kreditimi që do të keni juve, është një mundësi shumë e mirë sepse lidhet shumë me biznesin dhe kjo e keni më të kollajt për sa përket këtij muaji dhjetor, është një muaj shumë i mirë për juve se jeni shenjtë toke dhe kjo ju ndihmon për sa i përket çështjeve që juve keni, për sa i përket gjërave që juve keni dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështjet problematike. Mbi çështjet që kanë të bëjnë me një takim mjaft të rëndësishëm lidhje me kohën tuaj ose me gjërat që do të ndikojnë tani tutje, është momenti juaj, është periudha juaj, është gjërat që do të ndikojnë dhe pozicionimi i planeteve. Ju jep mundësi që ta shikoni dhe juve vetë në vazhdimsi. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore të dhjetëdhjetit të tretë, ka një ndikim shumë të mirë, një ndarje që keni pasur para disa kohëve ju të dhjetëdhjetit të tretë, sidomos me peshk, është mundësia ose bashkim familjar juve keni në diasporë, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në marrjen e vendimeve të rëndësishme në lidhje me kohën tuaj që keni mundësinë për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur mundësinë tuaj në anën e biznesit, të karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha që do keni tani tutje. Por të 30 diqët, edhe pse të 10 diqët të tretë që keni një punë stabil tani dhe e prisni gjë tillë që kjo do të realizohet, është koha juaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm të shikoni dhe vetë ku do t'ju ndihmojnë në fushën e dashurisë. Të 30 diqët kanë mundësi të shenjës së demit ku do të shikojnë gjërat të rregullohen, të stabilizohen dhe të arrihet suksesi juaj, lidhjet afatgjat, bashkim familjar, sidomos juve që jeni në Angli, ka të bëjnë shumë me akrep të dhjetëdhjetit të parë, luan të dhjetëdhjetit të tretë dhe ujor të dhjetëdhjetit të parë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë e rëndësishme për nga çështja e punës dhe fitoria e madhe në çështjet gjyqësore që janë binjakët. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se në këtë periudhë kanë mjaft mundësi dhe çështje të ndryshme financiare, çështje të ndryshme biznesi. Jeni shumë korrekt me të tretët, po vallë të tretët janë korrekt me juve? Këtu është çështja. Dhe unë ju them që tani në këtë periudhë është vërtet një periudhë mjaft e mirë
sepse do shikoni disa gjëra që të realizohen. Dhe pikërisht tani në këtë periudhë është momenti i duhur në anën ekonomike, në financa, në biznese, dhe kjo nuk ju trem fare, sepse ka një ndikim mjaft të madh dhe momenti që juve keni dhe çështje të mëdha që do të keni tani tutje është që puna, karriera, ndryshimi, mundësitë dhe gjërat e tjera nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është periudha më e mirë e që ndonjëherë, sepse keni pasur mjaft probleme në anën tuaj, mjaft probleme në takime pune, në vendime që merrni, në kohën e duhur, por unë ju them që mos mu shqetësoni fare, sepse gjithmonë binjakët janë shenja ajri. Të 10 ditë që të parë, që kam pasur një problem ortakërie, jashtëmujor i fundit, dhe kjo bën që në punë të rëndësishme që flasim për çështje pune të mëdha, sepse nuk e flas nga ana milionave, ne flasim edhe për një person që është me ditë pune dhe ka probleme, dhe jo tjetër që mund t'ja ketë probleme të tjera, pak rëndësi ka kjo, se sa le ka dikush, si ka, me për vetën e vet i ka, ti gëzoj dhe ti si përpara, pak rëndësi ka. Rëndësi ka që kjo periudhë është periudhë që në disa raste mund të koincidoj me disa probleme, me disa persone kanë pas probleme në një të shkuar dhe mund të dalim sipërfaqe tani. Por unë i them që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse duke pasur parasysh edhe kohën, periudhën kur ndodhin fenomenet ose disa gjëra që ke pasur më përpara, dhe në lidhje me një takim që do të keni, dhe një takim që do të rezultoj pozitiv. Nuk e diskutoj unë dhe nuk e vend dyshim për një mirë arsye për asaj përket punës dhe përse përket asaj çka juve jeni dhe keni, por ka diçka. Dhe diçka i dytë, unë e them me bindje plot dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse koha tregon me anën e pozitivitetit të çështjeve të punës, të karrierës, të vendimeve, të gjërave të mëdha. Por një çështje madhore, 10 ditë që i tret, që ka një çështje ligjore, duket se merr fund, dhe kjo do të thotë që vërtet jeni me këmbë në tokë, jeni në anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse gjithmonë zgjidhjet janë zgjidhje pozitive dhe konkrete në anën tuaj të punës, të stabilizimit, të çështjeve madhore, të ekonomisë, të gjërave që do të ndryshojnë. 10 ditë që tret gjithashtu, edhe pse ka pasur një çështje ligjore të lënë pezull, mund të ketë pushim çështje. Një gjë që disa gjëra që mund të kenë qenë të vështira në anën e punës suaj, por edhe të korrektësisë suaj, është një mundësi mjaft e mirë tani që gjërat të ndodhin në pozicionimin e planeteve në momente më të mira. Por në fushën e dashurisë, binjak të dashur, për të 30 ditë, sepse ka të bëjnë shumë tani, o keni një njohje për shembull që nuk e keni kthyer lidhje serioze për një arsye tuaj të thjeshtë që nuk është koha akoma, do të shikoj çfarë do të bëj. Ajo çfarë do të shikoj çfarë do të bëj është periudha që tani në këtë moment më të mirin që është dhe një moment mjaft i mirë stabilizues në lidhje me punën, stabilizues në anën tuaj, në karrierën tuaj, dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin tuaj, për të zgjidhur atë që juve e kërkoni me insistim dhe keni për ta marrë, sepse është koha juaj, sepse është momenti juaj më i miri i mundshëm për të zgjidhur çështjet nga më të vështirat. Një çështje që keni pasur pa disa kohëve nuk është zgjidhur akoma, por vjen një moment tani e zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme ligjore dhe çështje dashurisë. Një lidhje afatgjat është virgjëresh dhe dash të 10 ditë të tret, mos ju ndani, kurse me britsjap është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, ku ka të bëjnë me një shenjë që është pozitive dhe korekte, do thotë gaforja. Përsa përket juve të shenjës së gafores, duket se ka diçka mjaft pozitive dhe gaforet gjithmonë duket se ndikohen shumë në lidhje me takim pune, në lidhje me disa ndryshime, sepse gaforja e 10 ditë të parë ka pasur shumë probleme
ka pasur probleme me ekonominë, sepse është marrë shumë me punën, është marrë shumë me çështjet e tilla që do thot zhvillime, do thot ndryshime të mëdha financiare, me financa sidomos, por tani e tutje, gaforet duket se kanë marrë një hovë të rëndësishëm financiar dhe një ndikim nga ana e çështjes shtetërore, të ta thosha unë, ku është e periudha shumë e mirë dhe pozitive, korrekte nga ana juaj, por dhe zhvillime që kanë të bëjnë me gjithse çështjet e punës, me gjithse ka të bëjnë me ndryshime, me takime të rëndësishme, është periudha më e mirë e mundshme në këtë drejtim. Meqense keni pasur çështje të lëna pezull në ekonomi, keni pasur probleme që të tretët kanë folur shumë ndaj jush të ditëçit të parë, por juve keni parë drejtimin tuaj, punën tuaj. Dhjetëçi i dytë, edhe pse në çështje ortakërie, që ka pasur probleme në maj të 2025-s, në mars të 2024-s, duket se ky muaj është muaj i ndryshimit, i dashurisë, i dhemshërisë dhe i potencialit ekonomik. Kjo do thot stabilizim, do thot kurorëzim, do thot mundësi dhe çështje të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse duke pasur parasysh edhe kohën që ndodhin fenomenet, edhe periudhën që ndodhin gjërat, është koha juaj, miqtemi, është momenti juaj, është momenti më i mirë, më i pastër i qenë ndonjëherë, se s'ka qenë ndonjëherë kur në lidhje me çështjet e takimeve. Dhe momenti juaj që është tani e tutje, ku keni të bëni me fushën e biznesit, ka të keni të bëni me fushën e karrierës, sepse karriera lidhet shumë të dhjetëçit të dytë, kurse dhjetëçi i tretë, me edhe pse ka pasur çështje problematike të pazgjidhura tani e tutje, por kjo periudhë është një periudhë mjaft ndryshe nga periudhat e tjera, kurse ka bën me një takim të rëndësishëm që do të thotë ndryshime, do të thotë vendime dhe marrje sipërmarrës, ju jeni sipërmarrës në këtë aspekt, ka të bëjnë me anën e pozicionimit të planeteve dhe të periudhës më të mirë të qenë ndonjëherë, sepse është një periudhë kjo që vërtet ka të bëjnë me ekonominë, vërtet po të kishte dhe një mundësi të artë në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, është tani pikërisht kjo periudhë. Por gjithsesi, nga tani e tutje, periudha që ndodhin të dhjetëçit të tretë gjithashtu, që kanë një mundësi të artë, një çështje mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj, por gjithsesi kërkohet vëmendje, kërkohet kohë për sa i përket çështjeve ekonomiko-financiare, për sa i përket asaj çka është, për sa i përket asaj çka ndodh në lidhje me ekonominë tuaj dhe gjërat. Por dhjetëçi i tretë, ta keni parasysh, miqtemi, se kjo periudhë është një periudhë sprove, është një periudhë që të shenjës së gaforres, edhe pse lodhen shumë nga ajo çka bëjnë, nga ajo çka duan, por në anën tjetër din shumë mirë se kush dhe çfarë ka ndodhur më përpara dhe vjen momenti i zhvillimeve dhe i ndryshimeve të gjërave të mëdha. Dhjetëçi i tretë, edhe pse do marri një çështje kredie, dhe kjo do të thotë që mundet që të rregullohen dhe ka çështje të lëna pezull dikur, por është momenti tani për sa i përket ndryshimeve dhe mundësive që do të keni. Por duket se dhjetëçi i tretë, duket se ka një mundësi për anën ekonomike lidhje me disa takime mjaft të rëndësishme, por kjo nuk ju pengon për të ecur përpara në anën tuaj, sepse është mjaft ndikim i madh në lidhje me çështjet e financave, lidhje me lidhje ekonomike, sepse kjo do të thotë dhjetëçi i tretë ka indikimin me çështje ekonomike financiare, çështje gjyqësore, udhëtimet, bisedimet, dhe duket se tani është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimit në anën tuaj. Por diçka e madhe ndodh tek juve, miqtemi të dashur të shenjës së gaforës, sepse dashuria, lidhjet afatgjat janë me peshorët e dhjetëçit të parë, dashët e dhjetëçit të tretë që është perfektja, por me ujorët të dhjetëçit të parë duket se është idealja. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që është mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj, që jep mundësi dhe rëndësi në ato që juve doni të bëni, që do të thotë shenja e
Luanit. Për ju të shenjës së Luanit, duket se ka një indikim shumë të madh. Për çfarë? Momenti dhe koha që lidhet shumë me punën dhe një periudhë që për juve mund të jetë pak a shumë nuk është destabilizuese, por është më tepër krijuese dhe kërkuese. Megjithatë, mund ta keni edhe si mundësi, për shembull, që do thoni çfarë të bëj unë tani, nga ta nxjerr unë dhe si ta përpunoj. Unë them që dhe i që parë, disa mundësi që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ndryshimet, ka të bëjnë me takimet e punës, nuk e vë ndryshimi gjë të tillë, sepse është edhe koha e duhur tani, është momenti i artë në lidhje me financat, me biznesin, me periudhën kur ndodhin fenomenet e tilla dhe është periudha mjaft e mirë në lidhje me anën e karrierës, sepse me karrierë lidhet shumë dhe gjërat që do të ndryshojnë ose ndikimet që kanë të bëjnë tani e tutje. Bëni kujdes në lidhje me disa persona të tretë, të 10 ditë që të parë miqtë e mi, sepse jo se ka një problem, jo se ka diçka që nuk shkon, por veprimet, vendimet që merren tani e tutje, është koha e reflektimit, është koha e mundësive të arta për juve të kësaj shenje, dhe kjo do të shikohet në plan të parë përsa përket gjërave dhe ndryshimeve që juve keni. Prandaj, mos mu shqetësoni se çfarë flitet ose njerëzit që flasin në andres tuaj, sepse luanët të 10 ditë që të parë e kanë një problem të vogël që do ta zgjidhin pikërisht tani, e nuk e vën dyshim se mund të ketë pasur çështje pune ose çështje karriere, por gjithsesi është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv përsa përket ekonomisë, përsa përket çështjeve që lidhen me punën, çështje që lidhen me biznesin, sidomos me biznes, ka të bëjnë shumë në këtë drejtim. Mbi çështjet që lidhen me 10 ditë që i dytë, që ka të bëjnë me anën e financave, me biznesin sidomos, duket se Luani nga njëra anë shprehet i gatshëm të 10 ditë që të dytë të nisin një rrugtim të ri në fushën e biznesit dhe të ndihmojnë të tretët, edhe pse kanë me të vështirë, por në anën tjetër është koha dhe momenti i duhur përsa përket korrektësisë suaj, përsa përket asaj çka jeni dhe asaj çka ku doni të shkoni. Është një moment mjaft i mirë miqtë e mi të shenjës së Luanit për të bërë ndryshimin e madh në fushën e punës suaj, një burim të ardhurash të dyta është më së mundur. Në 10 ditën e tretë që do lidhet shumë me dashurinë e munguar, me problematika që keni pasur, me periudhën që ndodhin fenomenet dhe koha e duhur për zgjidhur problemin tuaj, është një moment më vehte, është një kohë e përshtatshme përsa përket stabilizimeve, përsa përket karrierës suaj dhe mundësive të arta që do të keni tani e tutje. Diçka shumë e madhe që ndodh tek juve të 30 diqët ka të bëjnë me dashurinë e munguar. Dashuri munguar do të thotë që është me binjak të 10 diqët parë, shigjetar të 10 diqët tretë, ujor të 10 diqët të parë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, stabilizuese dhe për bashkim familjar, për juve që ndodhin në Francë, për shembull, ose dokumenta, është një mundësi shumë e mirë për të rregulluar, stabilizuar jetën tuaj, sidomos me virgjëresht të 10 diqët të parë, meqense është shenjë toke, për juve është mjaft pozitive dhe tepër ideale mbi ndryshimet dhe takimet që mund keni janë mjaft pozitive për muajin dhjetor. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë me surpriza të mëdha dhe me ndryshime të mëdha, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për ju që është virgjëreshës, duket se ka diçka shumë të madhe në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me mundësi që keni, ose diçka, 10 ditë që parë është shumë korrekt me ato çka bën, është shumë korrekt me takimet që ka të bëjë me punën, por do të jepet një mundësi tani në
15 e parë të këtij muaji, që duhet që me patjetër 10 e parë të ndryshoj vend pune, të ndryshoj gjërat që kanë të bëjnë. Por megjithatë, edhe pse ka pasur mjaft që është problematike të lëna pezull në fushën e punës, me të drejtën e vet, që ka pasur disa probleme rutinë mund ta thosh unë, por krahu tjetër është ajo çka e ndihet superior dhe mundësitë që jepen tani e tutje. Dhe kjo do të thotë që po është një mundësi mjaft e mirë, sepse fundit virgjëreshat kanë atë mundësinë e artë, kanë gjëra që janë shumë pozitive dhe duket se kjo periudhë i bën mjaft të ndikuar në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe do dalin shumë të fituar në këtë drejtim. Sepse aspektet pozitive, mundësitë dhe karriera që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë për të zgjidhur problematika të ndryshme dhe kohën që kanë të bëjnë. Por mos harrojmë se gjithmonë virgjëreshat janë shenja më e prekupuar në ekonomi të 10-22 sidomos, kanë rolin drejtues që të tjerët nuk e kanë dhe s'kan për ta pasur, sepse është diçka që lidhet mes besimit dhe kontrollit, mes zgjuarësisë dhe vazhdimësisë. Ka shumë gjëra virgjëresha që tani mund të shpalosi vendimet e veta dhe zgjuarësinë e saj për të ecur përpara në ekonomi. Dhe mundet që disa debate që të bëhen ose mund të jenë bërë para disa kohëve, por kjo është diçka që është kalimtare, është diçka që vërtet mund të mos jetë ashtu siç mund të pritet, por me sa duket është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë vërtet pozitive dhe korrekte nga ana juaj. Prandaj bini pas, do shikoni dhe vetë juve, sepse ka të bëjnë shumë me takimet, ka të bëjnë shumë me bisedime të rëndësishme financiare, me financa sidomos, kur është dhe koha juaj, është dhe momenti më i mirë, i që ndonjëherë dhe periudha që ndodhin fenomenet për të zgjidhur çështjet problematike. Megjithatë, është një nga momentet dhe mënyrat më të mira të mundshme në stabilizimin e financave, të ekonomisë, të stabilizimit të punës, të karrierës dhe të ndryshimit të madh që do bëhet tani e tutje. Dhjetëdiqi i tretë që ka të bëjë me një ndarje që ka pasur para disa kohëve, kjo ndarje ka erdhur si ndikim, do ta thosha në lidhje me fushën e karrierës ose me disa bisedime që keni pasur para disa kohëve, por është një mundësi tani, është një moment që vërtet lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshime, lidhet me çështjet e vendimet të mëdha që merrni, por megjithatë tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që ju keni në lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin, lidhje me ndryshimin e madh që prisni tani e tutje për çështje të mëdha. Ajo që do të keni parasysh të dhjetëdiqit të tretë, edhe pse do të keni disa probleme të vogla për sa përket çështjeve të financave, por kjo do shikoni dhe vetë, sepse është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për stabilizuar gjërat e juaja, për të arritur qëllimin tuaj, sepse ja keni arritur gjënë, por doni dhe pak kohë për sa përket stabilizimeve. Në çështjet që bëhet për të 30 diqet, bëhet fjalë për çështjet shpirtërore. Ky dhjetor mirë do ishte që mbas datës 15 tutje mund kishit mundësinë për të zgjidhur disa problematika mes çiftit, sepse disa persona mund mos duan në shpejt akoma fjalë ose logjikojnë me mënyrën e tyre, por jo me tuaj që juve e dini shumë mirë çfarë doni të bëni, e dini shumë mirë ku doni të shkoni, prandaj pyesni 100 vet dhe bëni atë që dini ta bëni më mirë vet, me firmë, me vul, jorgo pulla. Është një mundësi shumë e mirë, është një moment mjaft ideal, stabilizues, konkretizues me ata që doni të arrini dhe të bëni, dhe kjo është periudha juaj, kjo është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizues në anën tuaj. Lidhjet afatgjat do të thotë me shigjetarët e 10 të parë, lidhje me gaforet e 10 të tretë dhe me peshorët e 10 të dytë. I keni mundësit, mund të martoni, mos pyesni se çfarë ndodh, por mund të stabilizoni këto lidhje sepse janë vendimtare për të ardhmen tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë ajri tani, tek një shenjë me reputacion, një shenjë që jep shumë në fushën e karrierës, por dhe një surprizë shumë të madhe të dhjetorit që është peshorja.
Për sa i përket shenjës së peshores, me që se peshorët duket se kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme dhe mund të ndikohet jashtëmase në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me disa takime, me disa vendime shumë të rëndësishme që ka peshorja, por peshorët zakonisht dinë shumë mirë se kanë mundësinë, kanë momentin e tyre për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me takimet, në lidhje me gjëra të mëdha që do keni tani tutje miqtemi të kësaj shenje, dhe është periudha ku ndodhin fenomenet në lidhje me çështjet ligjore, një kënaqësi e pafund sepse dilni të fituar, në lidhje me anën ekonomike dhe me financat, është koha juaj, është momenti juaj, është periudha juaj ku në të shumta të raste keni pasur shumë çështje të lëna pezu, keni pasur shumë gjëra që mund të diktojnë, mund të ndikojnë atë që juve jeni dhe keni, por gjithashtu është një periudhë shumë e mirë dhe shumë pozitive. Koha dhe momenti, periudha kur ndodhin fenomenet e tilla, është një moment mjaft pozitiv dhe korrekt nga ana juaj, ku gjërat do jenë shumë pozitive dhe momentet të arta që do keni tani tutje nuk e vën dyshim, sepse koha që ndodhin fenomenet, periudha që juve keni është në anën tuaj. Edhe pse të tretët nuk do donin diçka të tillë për një mirë arsye, por për juve është arsyeja më e fortë sepse keni të drejtën tuaj dhe do të triumfoni në çështjet gjyqësore. Gjithashtu në fushën ekonomike financiare do duket sepse është sikur të keni gjetur një thesar për juve të shenjës së peshoreve, sepse keni të bëni shumë me ekonominë dhe zhvillimin e saj, keni të bëni shumë me takimin dhe vendime të rëndësishme me njerëz kyç në punën tuaj, dhe kjo është ajo çka juve keni dhe do ta realizoni siç dëshironi. Në lidhje të dhjetëdiqit të dytë, se kanë bënë me një punë mjaft të mirë udhëtimi biznes me jashtë Shqipërisë, dhe mos në Europë, ku është një mundësi mjaft e mirë, ku gjërat do të jenë shumë pozitive. Madje ka të bëjnë shumë me ekonominë, me stabilizimin, me ndryshimin, me marrjen e vendimeve të rëndësishme. Nga njëra anë mund keni edhe çështje të tjera që të lëna pezull dikur, por është momenti juaj, është një periudhë që do të shikoni dhe vetë ku gjërat do të kenë mundësinë për të zgjidhur gjërat e juaja, po momentin e punës suaj, të karrierës suaj dhe jo vetëm. Është një moment stabilizues dhe çështjet konkrete marrin zgjyrën e vet sepse ju takon. Dhjetëdiqi i tretë, ku do të keni mundësi të 30 diçët të shenjës së peshores në lidhje me punën, karrierën, ekonominë, është stabilizimi juaj. Por dhjetëdiqi i tretë që ka të bëjë me dashurinë, një problem i vogël keni pasur me dashuri ka qenë me dash, por kjo nuk është për fajin tuaj, por për fajin të kohës të paqartë, të turbullt nga që keni juve nisur, ose dashur nga krahun tjetër kërkon pak më tepër me të drejtën e vet, por nga ana juaj dashura juaj është pak në xhelozon, por kjo nuk do thotë se ka probleme ose çështje të tjera, por është momenti mjaft i mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimin e madh që do të keni tani tutje, dhe kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj që ta zgjidhni ashtu siç dëshironi, sepse pikërisht tani është një moment mjaft i mirë në këtë fushë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë të dhjetëdiqit të parë, të dytë dhe të tretë, që kanë të bëjnë me luan të dhjetëdiqit të parë, ka të bëjnë me dem të dhjetëdiqit të tretë, ka të bëjnë me ujor të dhjetëdiqit të dytë, ku janë disa ndikime shumë të mëdha, edhe pse me dash ka qenë dhe është një lidhje konkrete, mund ta kthejnë lidhje serioze ose një shkëmbim unazash, kur janë datat ose ditët që unë kam thënë janë më të mira, kjo varet në individ pastaj kur ndodh fenomeni, ose keni një datë të rëndësishme për të rregulluar, keni një datë mirë për vendime, ndryshime, kështu me radhë, por këto nuk janë gjëra që mund keni probleme ose mund keni gjëra që nuk shkojnë, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet është koha juaj, vërtet është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimeve të gjërave të punës, stabilizimeve të punës të karrierës, dhe është një moment tani në anën tuaj që gjërat të jenë shumë pozitive, të jenë mjaft konkrete për të ardhmen tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet stabilizon ekonominë, vërtet është në gjendje të përgjigjet gjithçkaje, sepse boll ka vuajtur në të shkuarën dhe jo vetëm pretendon, por ja vlen për një të ardhme të lumtur, që do thot akripi
Për sa i përket shenjës së akrepëve. Akrepët duket se një nga ndryshimet më të mëdha që kanë të bëjnë dhe periudha që ndodhin fenomenet, është një moment shumë i mirë dhe ajo që është më kryesorja, ose momenti që ndodh fenomeni, është një periudhë që vërtet kërkon vëmendjen e shtuar sepse jeni në ekonomi dhe i keni gjërat që do të thot ndryshime, do të thot mundësi të arta, jo se ka gjëra që nuk shkojnë, ose mund të marrën domethënë në lidhje me ekonominë ose lidhje me gjërat e juve, por ajo që do merren më shumë të 10 ditëve të parë të shenjës së akrepëve, do merren shumë me pasuritë paluajtshme, se një problem që ka ndodhur në verën e vitit 2024 me disa probleme ose jeni në gjyqje ose në çështje të kësaj natyre, duket si ky muaj vërtet është muaj i shkëlqimit, por nganjëherë është edhe i trishtimit në krahun tjetër, sepse keni të drejtë dhe e drejta triumfon, sado shkëlqim të ketë, por nuk ka shanse të jetë real, sepse është ndryshe kur di shumë mirë çfarë do të bësh, dhe di shumë mirë ku do të shkosh dhe di dhe vlerën e një thërrimje edhe jo të tërë vlerës ajo që ka ndodh. Momenti dhe koha, periudha kur ndodhin fenomene të tilla, të 10 ditë të parë, të 10 ditë të tretë që kanë një mundësi shumë të mirë në fushën e pasurisë së paluajtshme, kur do ta zgjidhin se është e zgjidhshme, është periudha koha më e mirë e mundshme mbi realizimin, mbi takimin, mbi vendimet që mund të merrni të rëndësishme dhe është pikërisht kjo periudhë ku vërtet los një rol shumë të rëndësishëm financiar dhe lidhje me biznesin, por njëkohësisht edhe kjo periudhë ka të bëjë shumë me ndikime të tjera që do ta shikoni edhe vetë, dhe kjo është periudha juaj, ky është momenti juaj, është ana më pozitive e që ndonjëherë, sepse me zhvillimet dhe ndryshimet dhe kohën të ndikimeve të mëdha që do të keni, është një periudhë mjaft e mirë dhe dikton me atë vendimin që mund të merrni në lidhje me këtë dhe do të dilni shumë të fituar nga një çështje ligjore ku e prisni që është e juaja, nuk mund ta mohojnë dikush, edhe pse mund të keni 20 vjet që kanë kaluar, por për juve janë 2 orë dhe jo 20 vjet, sepse e dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe koha juaj është tani dhe fillon tani për të dalë të fituar në këtë mersele. Të 30 ditët të shenjës së akrepëve, ku gjëra të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme dashuri dhe për punën, por tani vjen momenti i stabilizimit, sepse 2026 ka mënyra dhe mundësira të tjera se si do të fokusoheni dhe si do funksionoj, por unë them që është edhe momenti më i mirë i mundshëm tani për kohën, për intuitën, për mundësinë e ndryshimeve të mëdha dhe kohës që keni. Ka diçka që lidhet me ekonominë, ka diçka që lidhet me surprizat që keni në stabilizimin e punës suaj, mbi takimin e punës suaj, sepse vërtet është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë ku do keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura në çështjet ekonomike financiare, në biznese, por gjithashtu është koha më e mirë dhe tepër surprizuese për sa i përket dashurisë së munguar, duke pasur parasysh lidhjet afatgjatë për sa i përket shenjës së akrepëve, duke se është me dëm të 10 ditëve të parë, me luan të 10 ditëve të tretë dhe me ujor të 10 ditëve të parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku gjërat dhe favorizimet që kanë të bëjnë, momentet që juve keni janë fitimprurse nëse juve e shikoni me syrin tuaj kritik dhe me mundësinë tuaj të artë që ju jepet tani për ta shfrytzuar në maksimum. Shigjetarët. Për ju të shenjës së shigjetarit, meqense shigjetarët nga njëra anë luajnë shumë, mundohen shumë, luajnë role të rëndësishme në fushën e karrierës dhe di që parë ka pasur probleme me punën e tyre, kanë bërë shumë s'ka marrë asgjë, por vjen një moment që gjërat jenë mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj, kurse në anën tjetër kanë një moment shumë të mirë të dedicit të dytë ku do të shikojnë që një punë e re që është në prag të zgjidhet, të zgjidhet dhe kjo do të thotë që çdo gjë
shkon mbar, çdo gjë arrihet për sa i përket çështjeve, për sa i përket çështjeve të rëndësishme dhe në financat akoma, sepse lidhet shumë me financat, por dhe kjo bën që juve të jeni mjaft korrekt me veten tuaj, mjaft të çështjet e biznesit ose të karrierës suaj, sepse është një moment shumë i mirë dhe stabilizues për sa i përket çështjeve të karrierës së suaj. Por karriera nga ndonjëherë për juve ka të bëjë me një takim që bëhet tani në pesëdhjetin e parë të këtij muaji, ku është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për të stabilizuar dhe zgjidhur një problem, një ngërç që keni pasur. Kurse dhjetëdiçi i tretë i kënaqet asaj që ndihet i vlerësuar nga persona të tretë dhe nga juria që është populli, nga juria që është njerëzit që e vlerësojnë rolin drejtues, e vlerësojnë në punën që ata kanë dhe në punë të reja që do marrin vlerësime shumë të mëdha në role drejtuese gjithashtu, sepse është një periudhë ku çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal surprizave dhe kohës së duhur në anën ekonomike financiare dhe jo vetëm. Megjithse keni pasur ju të dhjetëdiçit të tretë disa çështje problematike me punën tuaj, me personat që bisedonit ose çështje që keni pasur në anën tuaj dhe në karrierë, por vjen momenti tani i vlerësimit dhe i kohës suaj më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, dhe kjo është periudha juaj dhe është momenti ku gëzimi kthehet në ndikim favorit të çështjeve tuaj, prandaj bini pas, mos i lini asnjë sekond pa e shfrytzuar, sepse ky moment është momenti juaj, ky moment është i juaj dhe ju përket juve. Koha tregon që jeni me fat, koha tregon që çdo gjë mund të shkojë mbar, çdo gjë arrihet, sepse suksesi është i garantuar për juve, si në fushën ekonomike financiare, si në fushën e ndryshimit të madh të biznesit tuaj, dhe kjo është një anë mjaft e mirë dhe tepër korrekte nga ana juaj, dhe pozicioni planeteve do t'ju ndihmojnë në këtë drejtim, në këtë aspekt. Prandaj është momenti juaj, prandaj është koha e duhur për sa i përket arritjeve dhe mundësive të arta që do të keni tani tutje, është diçka shumë pozitive dhe tepër korrekte nga ana juaj. Prandaj mos u shqetësoni fare për sa i përket çështjeve që keni, për sa i përket mundësive që juve keni, dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Prandaj bini pas, mos lini asgjë pa shfrytzuar, sepse është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo kohë, është koha juaj, është momenti juaj më i miri dhe më stabilizuesi, sepse jeni në anën tuaj, keni stabilizuar shumë gjëra në lidhje me punën tuaj, keni bërë shumë dhe tani është koha që juve të përfitoni nga puna juaj dhe jo vetëm, sepse ndikimi më i madh në rolin drejtuese që e keni është një moment mjaft i mirë stabilizues në anën tuaj, dhe momenti që ju keni tani është që në fushën ekonomike financiare do keni diçka shumë të madhe, dhe kjo do të thotë që stabilizim dhe një punë të dytë që ndodh tani tutje. Në 30 ditë të shenjës së shigetarit në fushën e dashurisë, dhjetëdiçi i parë që ka indikim shumë të madh me gaforet e dhjetëdiçit të tretë, dhjetëdiçi i dytë e ka me binjak të dhjetëdiçit të parë dhe ka pasur probleme ju që në Angli që është shigetarit dhe me binjakët, po punë e madhe, që sa thotë dyjaja atë punë kanë do flasin, por ju çfarë thoni juve dhe vendosni. Vendosni drejt ta marri, është një moment shumë i mirë tani. Nëse ju e keni mundësinë, mund ta bëni gjë të tillë. Kurse dhjetëdiçi i tretë ka indikim shumë të mirë me peshk dhe me virgjëresh, ku mund të lulëzoj lidhja juaj dhe të shkojë deri në martesë, sepse është një kohë shumë e përshtatshme dhe ideale në zhvillime dhe ndryshime që mund të keni tani tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, ku nevriklëku kthehet në qetësi. Qetësia kthehet në stuhi, që do thotë britsjapi. Për sa përket britsjapëve, marrim tet fundit. Qetësia kthehet në stuhi. Pse vallë? Në stuhi sepse koha është e shkurtër, ju e keni energji, e doni të mbyllni në një kohë gjitha, me pak gjumë. Nuk e të fundi botës, se nga njëherë po të flini herët e plotësoni orarin ju. Se britsjapët lënë punën e vetë paralizuar dhe përfundojnë të tjerëve. Prandaj janë ekonomisë shkëlqyer, prandaj janë në vendin e duhur, në momentin e duhur, në karrierë sidomos, e tani do bëjnë karrierë. Sepse ndodhen shenjat e zjarrit. Shenjat e zjarrit zakonisht
ku diellin shigjetar, u japin mundësi shenjave të tokës, ku bëni pjesë juve, që shenjë toke. Dhe kjo do të thotë që çdo gjë që bën ka duk. Një gosh në mur ngull, duket si keni vënë një kolon. 5 lek bëni një blerje, duket se ajo blerje që është 5 lek e shton se 0 nga mbrapa. Ka vlerë, sepse vlerësoni atë që juve kërkoni dhe bashkëpunoni. Prandaj nuk humbni. Ka vlerë leku. Dhe kjo do të thotë që vazhdimësia është ajo që i keni të gjitha mundësitë për t'ja arritur qëllimit tuaj dhe do t'ja arrisni. Nuk ke vënë dyshim dhe nuk e diskutoj. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e artë mbi takimet, mbi ndryshimet të mëdha që vijnë, por njëkohësisht është edhe momenti i artë juaj në lidhje me mundësi dhe momente që keni ju. Është një moment i artë sepse edhe puna, karriera, ndryshimi, mundësia, ndikimet të mëdha që keni tani tutje, mund të duket pak e çuditshme se ndryshe mendoj unë, ndryshe më vijnë gjërat, po punë e madhe sepse ndodhi diçka që nuk u realizua të 10 ditë parë të Britsjapit. Po Britsjapi ka bërë ndere edhe ka gjetë dere xhanën, po nuk e vret shumë mendjen sepse sado që të mundohen të tretët të prishin disa ekuilibra, por unë ju them që kjo nuk ka vënd për të shqetësuar fare, sepse është një moment mjaft i mirë dhe korrekt nga ana juaj, prandaj nuk dua të më shqetësoni fare, sepse është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive në punë, në karrierë, në ndryshime që do të keni dhe në periudhën më të mirë të mundshme që keni tani e tutje, kur koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Dhe është një periudhë që vërtet do të ndikoheni në ndryshime të mëdha që do të keni në lidhje me disa ndryshime dhe vendime mjaft pozitive, dhe është korrektësia juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me anën tuaj dhe kohën e duhur që do të keni. Por duket se kjo periudhë ka të bëjnë me çështjet ekonomike financiare, ka të bëjnë me disa persona të ndryshëm të vitit parë, ku do duan me deo mos të bashkëpunojnë me juve, me deo mos të arrisin aty ku duan. Por unë them që juve mos mu shqetësoni fare, sepse nuk ka vend kjo për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjithë gjërat që juve keni, por është një moment mjaft i mirë tani në këtë periudhë kur gjërat janë të kontrollueshme, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me disa persona të tretë që kërkojnë nga juve një ndihmë që mund të jetë, por kjo është duke pasur parasysh për sa i përket të çështjeve që juve keni dhe ndryshime të tjera që do vazhdojnë tani e tutje. Dhe është mundësia, por nuk e diskutoj, që është një moment mjaft i mirë për juve, prandaj bini pas, mos e lini gjërat pas dore, sepse mundësit janë dhe koha duket se është në anën tuaj dhe kjo do të thotë një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv për sa i përket 10 ditëve të parë dhe të dytë. 10 ditët e do të thotë me lidhje me një dashuri të keq përdorur nga të tretët, me bisedime dhe ndryshime, por unë do thosha që rishikojini edhe një herë me gafore, mos e lini për fjalore të ndryshme ose dëgjoni disa fjalë të huazuara, kur nuk i dihet burimi atyre bisedave ose atyre lajmeve që kanë ardhur, prandaj shikoni njëherë që keni përballë dhe zgjidhni problemin që mund keni pasur. Të 30 ditët kanë ndikime shumë të mira, sidomos me dem, kanë me peshore dhe me gafore të 10 ditët të tretë, ku është momenti më i mirë dhe më pozitivi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku ëndra bëhet realitet në ekonomi dhe në dashuri dhe jo vetëm, që do të thotë ujori. Shkojmë nga kjo e fundit, bëhet realitet. Po, edhe çfarë jo vetëm, një pasardhës. Ujorët kanë pasur probleme në lidhje me këto çështje që zanive. Por mos harrojmë sepse nga 20 nëntori, që do fillojnë gjërat që ndryshojnë ose bëjnë njërin tjetrën, se atëherë ndryshojnë gjëra të mëdha, dhe dhjetori, që jemi tani, java e parë e dhjetorit, 10 ditë të parë të shenjës së ujorit, ka një mundësi ose më saktë mund bëj një vizitë tek mjeku dhe të shikojnë dhe do të çuditen ata vetë.
deri dje ka qenë pamundur me vështërsi, por nuk bëhet se duhen in vitro, do të shkojmë në Itali, do të shkojmë në Gjermani, do të shkojmë në Turqi, do të shkojmë te, do të shkojmë andej. Kur e gjen vetë në shtëpinë tënde, në Shqipërinë tonë dashur, këtu do gjenet zgjidhja. Është një moment shumë i mirë dhe tërë pozitiv. Bini pas miqtë e mi, nuk ka them për të bërë qef ose për të bërë 5 minuta, ja thashun 5 minuta dhe plotësoa orarin unë e parashikimeve, nuk ka lidhje. Lidhje ka ndryshimi, lidhje ka ajo çka jemi, çka kemi, ku do të shkojmë, dhe është një mundësi shumë e mirë për sa përket vazhdimësisë, korrektsisë suaj, jeni shumë korrekt me ato çka bëni, dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë tani, prandaj bini pas se do më kujtoni ka diçka shumë të madhe për të zgjidhur një problem të tillë që ka 10 ditë që parë dhe 10 ditë që tretë i shenjës së ujorit. Por megjithatë, edhe pse tani për tani, gjërat janë mjaft pozitive, i keni mundësitë në lidhje me çështjet dhe financat, në lidhje me biznesin, në lidhje me gjëra të tjera që do keni, por megjithëse tani për tani e keni të gjitha mundësitë ku gjërat do jenë shumë pozitive. Madje është koha e duhur për të stabilizuar, për të arritur qëllimit tuaj në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime që mund të keni tani e tutje, është një moment mjaft i mirë dhe mund të stabilizoni disa çështje financiare që keni pasur probleme për të 30 ditët, ku gjërat tani janë më lehtë dhe më pozitive. Sidomos 10 ditë i tretë ka të bëjë shumë me një çështje punë shtetërore, ku do emrohet ose është 10 ditë e parë i dhjetorit, ku ka ndikim shumë mirë dhe tërë pozitiv, sepse duke pasur parasysh ndikimet që kanë bën ose mundësitë që jepen në çështjet ekonomike për të 30 ditët, por i treti ka një mundësi plus, e ka pasur shumë probleme vuajtje në këtë aspekt dhe koha ka treguar që me kalimin e kohës, me ndryshimet që ka pasur, me mundësi që i ka dhënë dhe momenti që është tani e tutje, është një periudhë që vërtet tani është koha e duhur për të bërë ndryshimin e madh, për të arritur qëllimit në kohën e duhur, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Në fushën e dashurisë, edhe pse 10 ditë që i parë ka pas një problem, një ndarje me akrep, por me sa duket gjërat janë në anën tuaj, sepse do ta zgjidhni këtë problem që juve keni pasur më përpara. Presupozojmë që tani është dhe momenti juaj më i mirë i mundshëm për sa përket zgjidhjeve dhe çështjeve konkrete, kur ky moment është më i miri i mundshëm dhe më i gëzuari, sepse gëzimi dhe mundësia që jepet tani e tutje është koha më ideale e që ndonjëherë për sa përket lidhjeve dhe mundësive që juve ju jepet, sepse ka pasur edhe disa çështje që mund të mos kenë qenë ashtu siç e prisni, por është në momenti më i mirë i mundshëm tani për të arritur qëllimin tuaj, qëllimit konkret në lidhje me punë dhe disa çështje të tjera që do të shikoni dhe vetë për sa përket punës dhe në lidhje me anën e financave. Për financat njerë që do t'ju them bindje të plot, ku gjërat dhe ndryshimet të mëdha që juve keni tani e tutje, miqtë e mi të dashur, mos mu shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është e juaja, ju përket juve dhe është dhe një mundësi tani që të zgjidhni problematikat nga më të ndryshmet të qenë ndonjëherë, si në ekonomi, si në dashuri, si në gjërat të tjera që do të ndikojnë tani e tutje, dhe duket se kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj më i artë i qenë ndonjëherë për të 30 ditët, dhe jo vetëm kaq, por meqense keni pasur disa problematika të ndryshme, keni pasur disa çështje të pazgjidhura për problematika të tjera që keni pasur në anën tuaj, por për sa i përket disa vendimeve që mund keni pas marrë më përpara, por kjo do të thotë që tani për tani nuk është se ka një diçka që nuk shkon ose ka diçka që nuk lidhet me ekonominë dhe stabilizimin tani për tani, por është momenti juaj dhe koha kur ndodhin fenomenet. Dhe kjo mund të duket në anën tuaj, në pozicionimin e planetave dhe të periudhës që juve keni, sepse duke pasur parasysh punën tuaj, duke pasur parasysh edhe disa takime që keni pasur juve, të janë të qenë takime rutinë, por janë takime sepse lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizim, lidhet me disa vendime që mund të merrni, janë vendime në vazhdimsi, për sa i përket punës suaj, për sa i përket asaj që juve e keni ndërmend për të realizuar disa plane në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë të parë, të 30 ditë dhe me binjak të 10 ditë të dytë. Është koha juaj, bini pas, mos ma lini pas dore, sepse ka diçka shumë të madhe. Dhe nuk ka martesë, por ka direkt bashkëjetesë, sepse nuk ka kohë për të humbur. Kjo do thot me luan.
Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me shumë rezerva dhe ndryshime, zjuarësi, maturi dhe intuit. Intuit e kanë të lindur, ju se ja krijojmë ne. Që këta janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqive, çfarë ndodh me peshqit? Për peshqit flitet shumë tani kohët e fundit që kanë gjetur një zgjidhje në mënyrë të papritur për disa persona që nuk e besonin dot, nuk donin ta besonin në fakt në farë mënyre, por vjen koha dhe momenti i plotësimit të dëshirave të tyre, i momentit të periudhës kur ndodhin fenomenet, dhe kjo është koha, është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme në lidhje me surprizat, në lidhje me takimet që mund të bëhen ose mundësitë që jepen tani e tutje, dhe kjo është periudha më e mirë e mundshme tani e tutje. Prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse duke pasur parasysh lidhje me punën, lidhje me ndryshimin, lidhje me vendimet të mëdha që keni, janë vendimet historike për ekonominë dhe për çështjet që keni në punë, në karrierë, në ndryshime, në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe në vazhdimsi. Kështu që kjo do të thotë janë në përgjithësi i keni të gjitha mundësitë edhe periudha kur ndodhin fenomenet, dhe është një moment shumë i mirë tani, meqense duket se keni pasur disa çështje problematike të vogla. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse duket se i keni mundësitë dhe është momenti juaj më i mirë i mundshëm për të zgjidhur problematikat dhe ndryshimet. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duket se dhjetëçi i parë ka pasur problem me virgjëreshën e dhjetëçit të dytë, kurse dhjetëçi i dytë ka një ndikim shumë të madh me shigjetarët e dhjetëçit të parë, me dëmt të dhjetëçit të tretë. Tu është pak a shumë ajo që realizohet, ose më saktë ndikimi dhe përpunimi i gjërave të mëdha që keni, është mundësia mjaft e mirë dhe surprizat që do të keni në anën tuaj, dhe momenti që juve e keni tani atutje është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv, sepse korrektësia, momentet kur ndodhin këto fenomene, është dhe periudha ku gjërat ndodhin, periudha ku gjërat realizohen fal dëshirës, mundësisë, korrektësisë suaj, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për juve të kësaj shenje, sepse gjërat janë pozitive, gjërat janë në kohën e duhur për të zgjidhur problemin, në kohën e duhur për të arritur qëllimit. Dhe çështjet që kanë të bëjnë, meqense ju keni pasur disa probleme nga më të ndryshmet për punën tuaj, për karrierën tuaj, dhjetëçi i tretë në fakt të shenjës së peshqeve në ekonomi, në udhëtim, juve që keni biznese jashtë, për shembull në Itali, në Gjermani, në Londër, në Angli, por të gjitha këto lozin një rol shumë të rëndësishëm për dokumentacionin tuaj, sepse prisni një dokument, dhe kjo sa është realizueshme ose mund të realizohet, po është mëse e mundur, sepse kjo periudhë na ndihmon shumë për të zgjidhur problematika të ndryshme në fushën e biznesit dhe në fushën e dashurisë. Nëse keni pasur probleme me gaforre, për shembull, jeni ndarë për një arsye apo për tjetrën, vjen një moment tani që e zgjidhni në mënyrë më të paqshme, dhe koha ka treguar që e keni mundësinë për të zgjidhur një gjë të tillë, kurse jeni ndarë me shigjetarë dhe doni një bashkim ose të gjeni një mënyrë, është mundësia më e mirë e mundshme tani e tutje, ku kjo periudhë është periudha juaj, është ajo çka e keni, çka juve dëshironi që ta realizoni, dhe kjo periudhë duket se ka të bëjnë me ekonominë dhe ka të bëjnë me disa ndryshime të mëdha, disa takime të mëdha që do të keni, janë takime fantastike financiare dhe një biznes që do të bëni, plus dashurisë, por kjo varet nga juve se sa juve e pranoni. Por mirë do ishte që të shtjelloni gjërat, mos i lini, sepse nga ndonjëherë lakohemi gabimisht, rastisht, ku dashuria nuk pyet, nuk ka kufi, nuk ka ngjyrë, dhe këtu prishen disa ekuilibra. Do të keni kujdes, sidomos peshk peshore ose peshk binjak janë shenja ajri, dhe këtu mund të ndikoheni disi, por nëse keni kujdes nuk ndodh asgjë, por t'jeni me këmbë tokë për ato çka doni dhe kërkoni. Këto ishin pak a shumë miqtë mi të dashur për sa i përket pikërisht këtij muajit dhjetor të 2025-s. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka ju dëshironi, por mos harroni, sepse atje tek paketat që astrologo.al ka vendosur dhe mund të gjini veten, por surpriza e radhës është
të abonoheni kush e dëshiron paketën që do të thotë Agenda Vjetore, që ka filluar me 365 parashikime, do të thotë 365 ditë, çdo ditë duke parë të mirat dhe vështirësitë që kanë bënë çdo ditë. Si mund ta bëni tuajin? Atëherë mund të na telefononi tek numri WhatsApp, Viber, Skype apo në emailin që keni atje të afishuar dhe më pas mund të flasim bashkë apo me bashkëpunëtorët tanë për që të zgjidhni se si ta bëni tuajin këtë agent. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve edhe doni të dërgoni një mesazh për të marrë drejt për së drejti përgjigje, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Ja, këtë që shikoni aty, atje mund të ndiqni hapa dhe ta shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga Unë Rupulla, ju uroj një muaj të mbar.